Elbasani mori fronin e kryesimit me fitore në ndaj Vllaznisë, duke këmbyer vendet me Shkodranët, një 3 pikësh që duket se ka lënë të kënaqur të gjithë në Elbasan, të cilët nisën edhe festën në rrugët e qytetit. Ish futbollisti i njohur Dimitër Gjika pohon se Verde Blu të morën një fitore të merituar dhe tani pritet një garë dyshe për titullin me rival, pikërisht Shkodranët. Ky 3 pikësh ishte vendimtar. I bëj thirrje ekipit për këto 3 ndeshje që kanë ngelur të bëjmë maksimumin. Dhe në Final Four unë them që 2 ekipet do konkurrojnë denjësisht, Elbasani, pastaj Shkodra. Dhe jo si thosh gjithmonë Shkodra. Shkodra po i pari është klubi sportiv Elbasani, pastaj vjen Vllaznia. Ishte uniteti, lufta në grup dhe menaxhimi i mirë i lojës nga futbollistët cilësor. Plus ndikim të madh që janë spektatorët e jashtëzakonshëm, qofshin këto arrakatat, po qofshin pjesa më e madhe e publikut, i cili i dha një entuziazm të parë. Mram Elbasani ka përjetuar një nga festat më të bukura dhe unë këtë festë do e krahasoj me marrjen e titullit kampion. Në vijim Gjika analizon edhe performancën e bërë nga elbasanasit, duke treguar edhe çelësin e suksesit, ndërsa ka edhe një këshill për skuadrën në ndeshjet e mbetura. Jemi të sinqert, deri dje para nesës unë nuk isha kaq optimist as jam sot. Me fitoren tëre një bindës ndaj Vllaznisë, unë them plot gojen që Shkodra bëj kujdes. Elbasani e ka rival kryesor. Në këto të ndeshje fundit ekipi do të tregoj shumë kujdes, seriozitet, të uli kokën, të punoj, mos të tregoj sheja mblivërsuese, por përkundazi ti vlerësoj se janë 3 ndeshje për vdekje për ne, po dhe për kundërshtarët, si Vora, Ballsi dhe Tirana. Nuk duhet të humbasim pikë. 3 javë nga fundi Elbasani ndodhet 2 pikë mbi Vllaznin, teksa përballjet e mbetura do t'i ketë me 3 skuadrat që luftojnë për mbijetesë, Vora, Bylisi dhe Tirana.